Pranimi I gjunahut, sjell shiun. Njëherë, kur populli I Damaskut doli të falte namazin e shiut, Bilal ibn Saadi u tha: "A nuk I pranoni gjunahet tuaja?" Njerëzit I u përgjigjen: "Përse?" Atëherë Bilali u tha: "O Allah, ti ke thënë, nuk ka vend për vërejtje ndaj punëmirëve. Kur'an. Ne I pranojmë gjunahet tona. Na fal dhe na dërgo shi." Atë ditë ra shi. Gjatë sundimit të Khalifit Emewi, të Endelusit, Abdurrahman e Nasirit, mbretëronte një thatësi e madhe. Gjykatësi I Kordobës, Mundhir ibn Said, I bindi njerëzit të kryenin namazin e shiut. Ai ishte një dietar I madh dhe orator I pashoq. Mundhir ibn Said agjeroi shumë ditë në përgatitje për këtë ditë dhe pastaj I thirrri njerëzit të dilnin në një fushë të hapur. Mundhir ibn Said doli në fushë, duke ecur me përulësi dhe në shtrim të madh. Ai I përshëndeti njerëzit me shprehjen "Esselamu aleikum", paqja qoftë mbi ju. Mirë po, më pas nuk foli asgjë për një kohë. Kjo ishte e pazakont për të. Njerëzit e shikonin njëri tjetrin të befasuar. Pastaj, ai e mori guximin dhe filloi të fliste. O njerëz, Allahu I madhërisëm I ka obliguar vetës mëshirën. Kërkoni falje nga Zoti juaj dhe kthehuni tek ai. Kryeni vepra të virtytshme dhe kërkoni afërsi me të. Pas ligjëratës prekëse të tij, njerëzit filluan të qanin. Pastaj të gjithë I u lutën Allahut me përulësi dhe devotshmëri. Atë ditë ra shumë shi para perëndimit të diellit. Natyrisht, njerëzit duhet të mendojnë përse nuk I u pranohen lutjet në këtë kohë. Ata luten për shi, por lutjet e tyre nuk pranohen. O Zoti ynë, nxirrna nga ky qytet, banorët e të cilit janë keqbërës. Na cakton një mbrojtës dhe na dërgo nga ana jote dikë që të na ndihmojë. Kur'an. O vdekje, ti je e mirëpritur. Ky është tregimi I një vajze të devotshme dhe të virtytshme, e cila ishte rritur në një mjedis shembullor. Ajo ishte shembull I virtytit dhe devotshmërisë. E mbante veten të përgjegjshme para Allahut për çdo vepër ose fjalë që e thoshte. Pastaj Allahu e bekoi me një bashkëshort të devotshëm dhe të mirë. Ishte e lumtur dhe u shpërngul në shtëpinë e bashkëshortit në një qytet të vogël. Jeta ishte e qetë dhe ajo shpejt mbeti shtatzën. Kur erdhi koha të lindte, një mjek I tha se ajo kishte nevojë të lindte me një prerje cezariane. Bashkëshorti I saj e dërgoi tek I vetmi spital në qytet. Administrata e spitalit e informoi se mjekja ginekologe që do të kryente operacionin do të vinte pas 4 ditësh. Dhe nëse dëshironin të kryenin lindje me prerje cezariane, do të duhej të pranonin një ginekolog. Gjendja e gruas po keqësohej me shpejtësi. Ata nuk mund të prisnin 4 ditë, sepse vonesa kërcënonte jetën e gruas.
Bashkëshorti i saj u përgadit për operacionin. Mirë po, kur gruaja e mori vesh, ajo klithi. Pasha Allahun, kjo kur nuk do të ndodhë. Më parë vdes se sa të lejoj një burri huaj të më operoj për ta lindur beben. Bashkëshorti i saj i tha me fjalë të buta: përpiqu të kuptoni, as nderi im nuk përballon një gjë të tillë, që një burr i huaj t'ju shikoj. Mirë po, jeta jote është në rrezik. Ti e di se shumë gjëra të ndaluara bëhen të lejuara në situata të tilla. Ajo buzëqeshi dhe tha: askush prej nesh nuk do të jetoj përgjithmonë në këtë botë. Nëse vdekja ime është e caktuar në këtë mënyrë, unë e mirëpres atë dhe jam e përgatitur ta përqafoj atë. A nuk e ke dëgjuar thënien e të dërguarit alayhis salam? Nëse një grua vdes në gjendje të nifasit, gjakderdhjes pas lindjes, ajo vdes dëshmore. I dërguari alayhis salam ka thënë: kush heq dorë prej një gjëje për hir të Allahut, ai i jep atij apo asaj diçka më të mirë si kompenzim. Me insistimin e saj, bashkëshorti e dërgoi në shtëpi nga spitali. Në shtëpi, shëndeti i saj u përmirësua dhe ajo e lindi fëmijën në mënyrë normale, pa pasur nevojë për operacion. Të dytë e falenderuan Allahun. Më vonë, bashkëshortja e kujtonte incidentin dhe i thoshte bashkëshortit: me të drejtë të thash se kush heq dorë nga një gjë për hir të Allahut, ai i jep atij ose asaj diçka më të mirë si kompenzim. I kthehet të pamurit afër Qabës. Kur një grua, 27 vjeçare, e humbi të pamurit gjatë një aksidenti, ajo bëri tretmanin e duhur mjekësor, por nuk u shërua. Shkoi në shumë spitale, mirë po çdo kund doli e zhgënjur. Dikush nga të afërmit e këshilloi: ti po përpiqesh kot, përse nuk i kthehesh vendit prej ku askush nuk kthehet i pasuksesshëm? Duhet të shkosh në Mekke, të kryesh umrën, të pish ujë zemzemi dhe t'i lutesh Allahut me përgjerim që ta kthej shikimin. Kjo ide i pëlqeu vajzës dhe ajo me njëherë vendosi ta jetësonte. Në Qabe ajo falej dhe i lutej Allahut nga thellësia e zemrës. Një i afërm i saj tregon se një ditë e kishte parë atë duke bërë tavaf rreth Qabës dhe pa pritmas ishte rrëzuar. Kur i erdhi vetëdia, ajo u ngrit në këmbë dhe të pamurit e saj ishte kthyer. Ajo po e shihte shtëpinë e Allahut. Pastaj i pa të dashurit e saj përreth saj. Allahu i madhëruar ja kishte pranuar lutjet. Miq të dashur, nëse i lutemi Allahut me zemër të sinqert, ai i dëgjon lutjet tona. Megjithatë, ne duhet të meritojmë përgjigjen në lutjet tona. Lutja e të dërguarit alayhis salam në betejën e Hendekut. I dërguari alayhis salam e bëri lutjen vijuese në rastin e betejës së Hendekut. O Allah, shpallës i librit, i shpejti në llogarimarrje, sjellja disfatën dhe shkatërimin këtyre ushtarëve të armikut. Si rezultati kësaj lutjeje, Allahu dërgoi një stuhi të fortë dhe errëra,
të cilat e qërrënjosën kampin e armikut, u abartën enët e tyre, u abën kafshët të ikin dhe e bën të pamundur për ta të ndiznin zjarre për gatim. Pas kësaj stuhie, ata vendosën të ktheheshin duke pësuar poshtërim të madh. Allahu i Madhërisëm e përmend këtë incident të jashtëzakonshëm në ajetin kuranor. O besimtar, kujtoni dhuntin e Allahut, kur ju erdhi një ushtri i dhujtarësh. E ne dërguam mbi ta erë dhe një ushtri engjujsh, që ju nuk i shihnit, ndërsa Allahu i sheh të gjitha ato që bëni ju. I dërguari alayhi salam shpesh e kujtonte këtë mirësi të madhe hyjnore dhe thoshte: nuk meriton askush të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Ai i cili e mbajti fjalën dhe i ndihmoi robit të tij, e mposhti ushtrinë dhe i bëri të iknin ushtarët e armikut. Allahu i plot fuqishëm ja kthen të pamurit. Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhariu e humbi të pamurit në fëmijëri. Nëna e tij e lutja Allahun t'ja kthente të pamurit birit të saj. Një natë, nëna e tij po shihte një ëndër, në të cilën i u tha: o robëresh e devotshme e Allahut, Allahu i ka pranuar lutjet tua duke ja kthyer të pamurit të birit tënd. Të nesërmën, nëna e Bukhariut e gjeti të birin e saj me të pamur të shëndosh. Allahu i lartësuar dëshironte që Imam Bukhariu të bëhej një mbrojtës i hadithit. Ai e bëri për mbledhjen e haditheve, për të cilat ummeti pajtohen unanimisht. Pas Kur'anit, për mbledhja e tij konsiderohet më e sakta. Imam Bukhariu posedonte një memorie të jashtëzakonshme. Ai i kushtoi kohën studimit të hadithit nga fëmijëria e hershme. Madje, ende nuk i kishte mbushur 10 vjeç, kur filloi të ulej në hallkat e diturisë së dietarëve të mëdhenj, të cilët e spikaten inteligjencën dhe zgjuarsinë e tij. Sa herë që ai kishte dallime me njerëz të dijes, mendimi i tij fitonte me argument. Lutjet e çmuara për besimtarët. Yahya ibn Omer Temimi ishte një mik i afërt i muhadithit të njohur Sufjan ibn Ainie. Njëherë, Yahya u nis për në luftë në rrugën e Allahut dhe i harxhoi të gjitha gjërat e vlefshme të tij. Kur u kthye në shtëpi, ai takoi Sufjanin. Sufjani tha: nuk do të pendohesh për atë që ke shpenzuar për këtë kauz. Ti ke bërë një vepër të madhe. A e di se kush ka bërë lutje për ty? Yahya e pyeti i befasuar: kush është lutur për mua? Sufjani tha: engjujt që e mbajnë arshin e Allahut janë lutur për ty. I mahnitur Yahya e pyeti: si ka mundësi? Sufjani e pyeti nëse e kishte dëgjuar thënien e Allahut: ata engjujt që e mbajnë fronin dhe ata që janë rreth tij e madhërojnë Zotin e tyre me falënderim dhe i besojnë atij. Ata lypin falje për besimtarët. Kur'an. Sufjani i tha se nëse kjo nuk mjaftonte, për të ishte lutur edhe Nuhi alayhi salam.
Jahja e pyeti: po kjo si ka mundësi? Sufjani gjithashtu e pyeti nëse e kishte lexuar ajetin e Kur'anit fisnik. O Zoti im, fal me mua dhe prindrit e mi, si dhe çdo besimtar. Kur'an. Pastaj Sufjani i tha: çështja nuk përfundon me kaq. Madje edhe Ibrahimi është lutur për ty. Sërish Jahja e pyeti me kuriozitet: po kjo si është e mundur? Sufjani përsëri citoi ajetin vijues kuranor: o Zoti ynë, më fal mua, prindërit e mi dhe besimtarët në ditën kur do të jepet llogari. Kur'an. Pas kësaj, kurioziteti i Jahjas u shtua. Ai e pyeti Sufjanin nëse edhe Muhamedi alayhi salam ishte lutur për besimtarët. Sufjani tha se i dërguari alayhi salam ishte njeriu më i mirë dhe më bujari dhe nuk kishte mundësi t'i neglizhonte besimtarët. Allahu i lartësuar ka thënë: kërko falje për gjunahin tënd dhe për besimtarët e besimtaret. Kur'an. Ndryshime rrënjësore nëpërmjet lutjeve. Imami i një xhamie më tregoi për rastin në vijim. Njëherë një njeri erdhi tek unë dhe më tha se biri i tij kishte filluar të fliste budallallëqe dhe se ishte bërë i çmendur. Ai tha: ndoshta i kanë bërë magji dhe është i gjindosur. Nuk e di çfarë po ndodhte me të. I kërkova ta sillte të birin tek unë. Kur djali erdhi, e pash se ai ishte adoleshent. Derisa flisja me të, me një ton të këndshëm dhe të butë, ai shpërtheu në vaj dhe tha: unë kam lindur dhe jam rritur në një familje ku askujt nuk i intereson për fen ose besimin. Ata nuk falen, nuk agjerojnë e as nuk lexojnë Kur'an. Ne merremi me gjëra të kota dhe bëjmë gjunahe. Babai im kur nuk falet, përveç namazit të xhumas, të cilin nganjëherë e fal. Unë e këshillova t'i bënte babait një të mirë të madhe. Ai duhet të lutej për udhëzimin e tij në namazin e natës para Allahut të Madhërisëm. Djaloshi filloi të praktikonte këtë këshill. Kur të gjithë anëtarët e familjes ishin në gjumë të thellë, ai zgjohej, merrte abdes, falte namazin e natës dhe në sejdë i lutej Allahut duke qarë. Kjo gjë vazhdoi për shumë ditë. Një ditë, babai ishte kthyer nga një udhëtim vonë natën dhe ishte habitur kur e kishte gjetur të birin duke u falur në një dhomë të errët. Ai ishte afruar tek dera dhe po e dëgjonte të birin duke u lutur. O Zoti im, udhëzoje babain tim. O Zoti im, hapja zemrën për besim dhe mos e lë të jetë në grupin e njerëzve që do të dënohen në xhehenem. I habitur dhe pa fjalë, babai qëndroi tek dera për një kohë e pastaj ai mori abdes dhe u lidh në namaz prapa birit të tij. Ai kërkoi falje për gjunahet e tij dhe u betua se do të ndryshonte sjelljen. Qau me dënis, i kapluar nga keqarja dhe pendimi. Në këtë mënyrë, ky djalosh u bë shkak për udhëzimin e babait dhe tërë familjes së tij.
Mbështetu Allahut dhe kryeje operacionin. Ne shpesh shohim këtë ajet në muret e spitalit, në qendrat mjekësore dhe në vendet të tjera, i cili kurse morëm më shëron Kur'an. Megjithatë, babai i një fëmije të posalindur më sqaroi kuptimin e saktë të tij. Isha thellësisht i prekur nga besimi i tij i fortë dhe mbështetja e plot në Allahun fuqiplot. Si mjek, kisha përballë një foshnje 9 ditëshe, e cila vuante nga disa probleme që mund t'ja merrnin jetën. Kërcënimi më i rrezikshëm i tij ishte një vrim në zemër, e cila kërkonte operim urgjent. Vetëm ideja e kryerjes së operacionit në zemrën e një krijese aq të vogël dhe aq të ndjeshme mjaftonte për të dridhur një person. Mundësia ishte që foshnja të vdiste në operacion, dhe padyshim kjo do t'u hapte prindërve një plagë të madhe. Mirë po, u mahnita kur bisedova me babain e djalit. Ai më tha me një ton plot vetbesim: a friksohesh që foshnja do të vdes? Kjo vetëm do të shtoj edhe një person në listën e pacientëve që nuk arrin të mbjetojnë në këtë spital. A frikësohesh se kjo e ul e reputacionin tënd? I thash se nuk më shkonte mendje fare tek ajo. Ai më tha: atëherë, duhet të përgatitesh për operacion me bismillah. Shërimi nuk është në dorën tënde, e as në dorën time. Nëse ai, Allahu, i ka caktuar jetë, ai do të mbjetoj. Nëse i ka caktuar një jetë të shkurtër, asnjë operacion në tokë nuk do të ndihmoj të mbjetoj. Çdo popull ka afatin e vet. Kur t'i vi koha e fundit, ata nuk mund ta shtyejnë, qoftë edhe për një çast, dhe as nuk mund të shpëtojnë Kur'an. I mora këtë fjalë me zemër. Isha sikur një person që zgjohet nga kotja e shkujdesisë, plotësisht i hutuar. Thash: pasha Allahun, të vërtetën e ke thënë. Kush jam unë të sjell shërim? Ne mjekët jemi vetëm mjet. Atëherë, përse duhet të ngurroj në kryerjen e rolit tim? Atë që Allahu e ka caktuar për këtë foshnje do të bëhet. U mbështeta në Allahun dhe fillova të operoja foshnjen. Allahu më dha sukses në një operacion që shanset ishin të pakta për sukses. Tani kur e shoh foshnjen duke lozur në oborrin e shtëpisë së tij, besimi im në ajetin vijues vetëm forcohet, i cili, kurse morëm, më shëron Kur'an. Allahu i Madhërisëm është ai që e ringjall një person, ishtrat e të cilit janë bërë pluhur. Qelsat e të gjitha çështjeve janë në kontrollin dhe kujdesin e tij. Sa i ulët dhe sa shkurtpamës është njeriu, i cili vetëm mendon, përshkaqet dhe harron vepruesin e vërtet të gjitha gjërave. Përse të kërkoj diçka nga një person i paaft?
Ebu Gjasi ishte një dietar i madh dhe një person i devotshëm i cili jetonte në një jetë shumë asketike. Ai besonte në urdhërimin në të mirë dhe ndalimin nga e keqja dhe nuk i frikësohej asnjë suntimtari. Ishte i përkushtuar në namaz dhe në kërkim të ndihmës së Allahut në të gjitha çështjet. Si banor i Bukharas, Ebu Gjasi ishte nisur në rrugë për të vizituar vëllain e tij, kur hasi në disa shërbëtorë të guvernatorit të Bukharas, Nasr ibn Ahmedit. Shërbëtorët ishin të zënë në përgatitjet për një gosti të madhe për guvernatorin. Ebu Gjasi mendoi, nëse nuk e shfrytëzoj rastin të flas të vërtetën sot, do të jem përgjegjës pjesërisht për teprimet e tyre. Ai e ngriti fytyrën ka qielli dhe kërkoi ndihmën e Allahut. Pastaj e ngriti shtizën dhe vrapoi drejt shërbëtorëve. Me që i zuri të pavëmendshëm, ata i ambathën me të katërtat në pallat dhe i treguan guvernatorit se çfarë ndodhi. Guvernatori e thiri Ebu Gjasin dhe kur u paraqit, ai e pyeti: "A e di se personi që rebelohet kundër khalifit e ha mëngjesi në burg?" Ebu Gjasi i u përgjigj: "A e dini se personi që rebelohet kundër Allahut e ha mëngjesi në Xhehenem?" Guvernatori e pyeti se kush e kishte bërë muhtesib, mbikëqyrës, përgjegjës. Ai u përgjigj: "Ai që të ka bërë ty guvernator." Guvernatori i tha khalifi e kishte bërë guvernator. Ebu Gjasi i tha se ai ishte caktuar muhtesib, mbikëqyrës nga zoti i khalifit. Ndërsa guvernatori i tha: "Prej tani unë të caktoj përgjegjës të Samarkandit." Ebu Gjasi ja ktheu: "Prej tani unë e liroj veten nga kjo detyrë." Guvernatori i habitur tha: "Sa karakteri çuditshëm. Më herët u bëre përgjegjës pa të caktuar, ndërsa kur të caktova nuk ishe i gatshëm ta pranoje." Ndërsa ai u përgjigj: "Nëse më bën përgjegjës, ju gjithashtu mund të më ndërpretni shërbimet e mia. Mirë, po nëse Allahu i Madhërisht më bën përgjegjës, askush nuk mund të më largojë nga ajo punë." I mbetur i habitur guvernatori e ndërroi temën dhe i tha: "Nëse keni ndonjë dëshirë, më tregoni." Ebu Gjasi ja ktheu: "Më ktheni rinin." Guvernatori e shprehu pa aftësinë e tij për ta bërë atë. Atëherë Ebu Gjasi i tha: "Shkruani rojes së Xhehenemit që të mos më dërgojnë në Xhehenem." Guvernatori qeshi dhe i tha se nuk ishte në fuqinë e tij që ta bënte një gjë të tillë. Atëherë Ebu Gjasi i tha: "Atëherë shkruani Ridvanit, engjulli që është i ngarkuar me xhennet, të më lejoj të hyj në xhennet." I turpëruar guvernatori përsëri shprehu pa aftësinë e tij për ta bërë atë. Në këtë rast Ebu Gjasi i tha: "Përse të kërkoj diçka prej një personi që nuk është i aftë të më ndihmoj? Atëherë, përse të mos i kthehem atij Allahut për përmbushjen e të gjitha dëshirave të mia, i cili kur nuk më ka kthyer duar bosh?" Guvernatori tha: "Tani mund të shkosh." Dëgjuat audiolibrin Lutjet e pranuara. Tekstin e lexoi Eliesa Ahmeti. Përshtatja dhe ilustrimi artistik Rozafa Zeneli. Incizimi u mundësua në radioproduksionin Zëri i Shtimës.